Hello, sot ishte Memorial Day në Kenneth Square, festoheshe dhe bëshe kjo parada dhe unë vendosa që t'i sjell fëmijët. Isha bashkë me mamin edhe me kalamajt, sepse të dy nuk e mbaj dot vetëm. Arritëm tu te rruga ku do kalonte parada dhe morëm karrike e ulëm në vit parë, nuk kishte shumë njerëz kur neve erdhëm. Edhe zurëm radhën sepse këto hedhin karamele, u japin kështu flamur fëmijëve që janë në rresht të parë. Ja ko është edhe djalit tim këtu duke bërë me dorë, duke tundur flamurin. Këtu sa po kishte filluar parada në fakt. Ishin këto makinat e vjetra dhe këta veteranët e vjetër të parët që kaluan, ndërkohë mbajt edhe himni. Ishte një moment i parë ku këndua himni dhe mbajt dora në zemër. Dhe më pas vazhdoi parada duke dalë këto makinat e bukura dhe njerëz i tepër. Shqyr zotit koha ishte okay, domethënë ka rënë shi, por në këtë orë nuk po binte shi dhe nuk ra shi gjatë gjithë paradës, e kështu ndenjëm normal, se kisha merakun e shiut në fakt. Edhe për mua ishte hera e parë që shikoja, por burri e shikon disa herë ka parë, edhe Dajua gjithashtu, kurse neve dhe fëmijët ishte herë e parë, dhe nga që bëhet herët në mëngjes nuk arrinja që t'i sillja kalamajt, por sot e vendosëm që do vinim edhe arritëm. E kapëm paradën më në fund. Ndërkohë kishte edhe kështu reklama të ndryshme, siç është kjo më shumë festivali që bëhet në shtator këtu në Kenneth Square. Kishte goxha show nga fëmijët e shkollës, nga vëndësit aty, nga vullnetarët. Kishte muzikë, këto instrumentonin vetë bënin muzikë gjithashtu. Ishte një ditë shumë e bukur, një paradite shumë e bukur, edhe shumë ndryshe nga ditët e tjera. Fëmijët u kënaqën shumë, sidomos kur u hithin ato karamelat që nga makinat, edhe kur u jepnin karamelat aty afër, nuk është se janë, po më shumë vetëm ideja që po u japin edhe i mbliste çuni. Ndërkohë kishte shumë që ishin me këto kostumet, më duket se janë të Meksikës, kërcime, muzikë, aheng, shumë nice. Ja ky djali afrohet dhe i jep lëpirse të dy kalamajve të mi. Në fakt të njëjtën gjë bëjnë edhe kur është parada e Krishtlindjeve. Më duket se bëjnë një paradë tjetër të me shumë festivale, nuk jam e sigurt tani. Por ja vlen që të shkoni dhe ta shikoni. Ja dhe këto veshjet këtu, si ato të fisëve maja, më duken mua. Po shumë të bukura, shumë të lezetshme. Kemi ndenjur këtu gati një orë e pak, më duket, edhe pastaj filluan njerëzit të iknin sepse u mbyll parada dhe u hapan rrugët edhe një herë, që kështu ikëm në shtëpi të hanim drekën, se vajti ora gati 12, 11 e ca. Edhe fëmijët u lodhen. Ja, ky që nuk linte njeri pa ja bërë me dorë dhe pa i takuar kush i vinte aty afër. Kjo ishte dita jonë sot, tani kemi mbaruar gjithë ciklin, janë në gjumë të dy kalamajt dhe mami përfiton nga rasti që ta bëj këtë videon dhe të lirojmë telefonin nga memoria. Në edhe njëjtën kohë duam që të mbeten kujtim, sepse janë gjëra shumë të bukura që dhe fëmijët do rriten, do i shikojnë një ditë. Ja dhe këto ishin veshjet e Meksikës, edhe këto gocat e vogla duke kërcyer me këto veshje tradicionale. Ky ngort për këto fire trucksat, që kështu këto ishin në fund fare më duket, edhe po i binin boriz, bënin shumë zhurmë, po nuk pyet njeri, rëndësi ka që u kënaqëm. Paçim, shifem video të radhës.